Pastaj bën dua dhe për fëmijët tënë, bën dua. Ti e prind. Allahu inshallah ta pranon duan e ti t'jesh i kujdesshëm me fëmijët. Ti edukon, pastaj të bën dua që ata të rriten ashtu siç rriten fëmijët besimtarë. E jo me i mallkuar me isha, e mi ofendu. E pastaj kur përriten, bëu mjaft keq e ki, kur edhe ai ta thënë fjalën dhe të flet në një fjalë të rëndë, po kjo ishte që ti ja serrove atij. Prandaj bën dua për fëmijët. Thuaj, o Allah, o krijues i qiellit dhe i tokës, të lutem ty për fëmijët e mi. Dhe nga zemra ime dalin këto fjalë. Ti je mëshiruesi i të gjithëve, ruaj dhe mbroj nga çdo e keqe dhe me mëshirën tënde të pakufishme mëshiroj. O Zot, bushi zemrat e tyre me besim, dashuri dhe devotshmëri ndaj Teje, udhëzoj në rrugë të drejtë, në rrugën e Islamit, në dritën e Kuranit dhe në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Bëj fëmijët e mi prej atyre që falin namaz, që flasin vetëm të vërtetën dhe sillen me mirësi ndaj prindërve dhe ndaj tjerëve. Largoj prej tyre çdo sprovë që nuk mund të përballojnë. Mbroj nga zilia, lisia dhe nga syri i keq. Wallahi në fjalë të lehta që kemi mundësi çdo kush mi thon. Nuk kushtojnë këto, as nuk marrin kohë. E po vallahi rradh herë për shoh dikon që bën dua vetë se thot, o hoç djalin me kohë, vallahi na rujt të dreq, shejtan. As pak s'është mirë. Ai kur thot kështu për djalin e tij, çka pret ai prej tij? Nëse ti veç me fjalë e ke dhënë një hap, një start të keq ndaj evladit, djalit dhe fëmijës tënd, po thuaj Allahu e udhëzon, Allahu e drejton. Nuk është i mirë, po shpresoj nga Allahu që të udhëzohet, që të drejtohet, që të zbutet dhe të bëhet i mirë e i zgjurmë. Prandaj shqyqone sa bëjmë gabime që nuk i ndjejnë, por ja shohin dëmin dhe zararin, pas një koha, kur ai fillon të rritet dhe fillon aty me komuniku dhe tjetër i vrasë në